Shkollat e mesme të Tetovës shpalosën parafilloristëve ofertat e tyre për vitin shkollor 2025-2026. Ndër më të pëlqyerat vazhdojnë edhe më tej të mbeten gjimnazi i Tetovës, por edhe shkolla e mesme e mjekësisë, ndërsa nuk mungon të interesimi edhe për shkollat e mesme profesionale. Dhamësh, Pse të këndrosh? e kam qef. Mendon se ka perspektivë më shumë për në të ardhmen, do ketë punë më kollaj? Po, mendoj se asë herë ti nuk hupën. Ku në shkollë mesme? Ekonomi. Përse ekonomi? Mendon se është më mirë, do kesh punë më tepër? Mislim дека земјоделско најдобро дека има повеќе смерови и што сакате можете да идете на сручен Po i smer që inspirator? електротехника за програмирање. Drejtuesit e shkollave thonë se çdo vit angazhohen për përmirësimin e kushteve të punës, ndërsa nxënësve tu ofrojnë laborator më të përsosur. Shkolla e mesme mjekësisë Nikola Shtej, si vjet pranon 714 nxënës në 21 paralele. Prej atyre domethënë 14 janë me mësim në gjuhën shqipe, 6 janë në gjuhën maqedone dhe 1 është në gjuhën turke. Ke marr parasysh atë çfarë kërkon tregu i punës, shkolla jon vazhdon të mbetet një nga shkollat më të kërkuara dhe normalisht drejtimi motor medicinale është ai që në afatin e parë, domethënë pranohet dhe mbushen klasat. E shoh që interesimi i nxënësve është shumë i madh. Besoj që ato sot ofertën tonë që i kemi që ofrojmë, besoj që do e konkretizojnë kur të vere data që të konkurrojnë. Sa nxënës do pranoni dhe sa drejtime ofrojnë? Po zakonisht ai kemi ato standarda, ato drejtime, ne kemi konkursi për 250 nxënës, për vjet na kanë ardhur neve 150, par vjet ka qenë 100, po besoj të si vetë që kemi marrë do masa më herët, besoj që do të arrijmë të 200 nxënës. Panairin e shkollave e vizitoi edhe kreu i komunës Bilal Kasami. Fatmirësisht kemi rritje të numrit të nxënësve të cilët do duhet të paraqiten për regjistrim në shkollat e mesme dhe sipas të dhënave që i kemi për momentin, bëhet fjalë për një numër prej 2167 nxënës, nga të cilët 1800 me mësim në gjuhën shqipe, 337 me mësim në gjuhën maqedonase dhe 30 nxënës me mësim në gjuhën turke. Po ashtu kemi rrisi edhe në programet që ofrojnë shkollat e mesme, më konkretisht shkolla e mesme ekonomike ofron nga ky vit programin e marketingut digital, që besojmë se është një rrisi në drejtim të adaptimit të ofertës së programeve shkollore me kërkesat e tregut. Ndryshe, si vjet do të fillojë edhe ndërtimi i 2 shkollave të mesme të qytetit të Tetovës, ajo e 7 Marsit dhe shkolla e mesme tekstile, ndërsa objekti i dytë i gjimnazit Kirill Peqinović pritet të rinovohet me donacion nga një kompani vendore me vlerë prej mbi 800.000 euro.